Malet e bukura të Qerrovodës në Istog janë një nga thesaret më tërheqëse natyrore të këtij rajoni. Të vendosura në pjesën veriperëndimore të Kosovës, afër qytetit të Istogut, këto male ofrojnë pamje mahnitëse dhe një qetësi që tërheq vizitorët, si vendas ashtu edhe të huaj. Natyra e paprekur, pyjet e dendura, kullotat e gjelbra dhe burimet e pastra natyrore krijojnë një ambient rrallë. Pikërisht kjo bukuri ka qenë arsyeja që Gjen Shatri, 64 vjeçar pas një periudhe të gjatë jetese në Zvicër, është rikthyer në Kosovë. Këtë herë për të zhvilluar një veprimtari jo fort të njohur në vendin ton, rritjen e kuajve të lirë në natyrën magjepsëse të këtyre maleve. Kuajt rriten në kullota të pasura e të gjelbra dhe kjo e gëzon Gjinin, për të cilin kalerimi ka qenë një pasion që nga fëmijëria. Po pasion për kuaj është pe fëminie, me thonë drejtën. Pe mos 6 vjeçare këtu përpara ka pas shumë kuaj. Se në vitet 60, 70 do të kuajtin kon nuk ka pas mjete tjera, kuajt i kem shfrytzuar mi për ushqimet këtu e krejt. Do thot me kuaj kam pas shumë hobi, ton ditën e kalesha të hyp në kuaj si fëmijë, të hyp në 2 kuaj për i herë, të i ladru, të gjitha. Edhe atë pasion një hala të e shpreh tash edhe në plesëri. Ato koha e në kohat e arta, kështu që ato që i kom hup në rini e kështu që dash me shku në gërbet me nevoj, do thot po mundur në tash me thonë drejtën mi nëzon pak, mi e rekuperu krejt që ka kom hup në atë kohë. Edhe do thot me shfrytzu, sa ma shumë me shfrytzu këtë vend, këtë bukuri këtu janë që janë endet pas volume, faktikisht mendoj që ndoshta 1% e njerëzve të Kosovës si din këto vende, me përjashtim njerëzve të Istogut që tash po kanë fillu me të madhe me shfrytzu këtë vend. Ai tregon se interesimi njerëzve për t'i parë kuajt me gëzof të bukur e të lëmuar është i madh, veçanërisht nga vizitorë të huaj si zvicran e gjerman. Kam jetuar në Zvicër 35 vite, tani po mundohem ka pak ka dalë me ngrit far turizmi, për momentin si aktiviteti kemi kuajt. Njerëzit vinë çdo vikend të shtunë në diellë kur kanë kohë, bojnë foto. Kush ka kurazh me kaloru, ja dhom mundësinë edhe me kaloru, po për momentin jemi vetëm në zbulim, në eksplorim e sipër të këtyre ideve. Po vendi, natyra, kushtet e këtij vendi këtu ku jemi në këtë bjeshk, më duket që është shumë e përshtatshme për kuaj. Është një nalësi 1850 metra këtu. Kuajt janë të lirë, kur t'i thrasin vinë, e bojnë jetën e tyre të lirë. Kështu që janë edhe të shoqëruar shumë me njerëz me njerëzit e me rrethin, janë të ambientuar shumë mirë. Kuajt e Shatrit janë të socializuar dhe të dashur ndaj njerëzve, edhe pse rriten në natyrë të hapur. Shumë njerëz po interesohen se kuptojnë që ka një shumë familjar, shumë i afërt me njeriu. Edhe janë shumë të interesuar njerëzit që me pas kontakt sa ma shumë me kuaj. Sidomos i këshilloj për shembull fëmijën, pej mosh vogël që mi pas kontakt me kuaj. Se për shembull tash unë nuk mund me hin në ato detaje, po ka edhe një numër të madh të smundjeve kuajt e shërojnë. Që kom lexuar për literatura, në për YouTube kuajt e shërojnë. Do thot këtu më ardh sa ma shumë, o ja vlen me kalu vikendin, vetë që me nejtë në rafshë ati. Ushqime, ka nevoj me morë me veti, merë me veti. S'dan me morë ushqime, mund me bo porosi, se ka fermer këtu që janë me bakti tyne. Gjitha ushqimet, i bojnë se për momentin në restoran e ka nejtë, nuk ka restoran. Në ne është veni jonë, në ndë janë përfitimet shumë të mira, në krahasim me Zvicër, sepse në këto veni i kemi trashëguar pe gjëshve tonë. Edhe këtu do thot ja vlen me ngrit diçka me javën e kaluar kanë qenë 5 zvicran, kanë 3 ditë këtu, po stafatin arpi atje që kanë gjetë përmes rrjeteve sociale, do thot janë mahnit, janë dalë shumë të kënaqur.
vetëm kanë ardhur për kuriozitet, për kështu, këta rinia jonë, ka Zvicranë, Gjermanë, rinia jonë që po i sjellin për atje shok tyne, shoqëri, po kur po vinë këtu, po zbulojnë, edhe po janë shumë të kënaqur, të mahnitur me këto bukurit këtu. Ai thekson se kujdesi për kuajt është i lehtë, sepse ata ushqehen vetë në natyrë. Njëkohësisht apelon për ruajtjen e pasurive natyrore të Kosovës. Me thonë drejtë, sikur të kisha gjetë dikon që vjen bashkëpunim edhe që me ngjitë edhe një shkollë të kuajve këtu që njerëzit me mësu me kalëru e kështu, ndoshta pse jo, a për momentin si vetë si person është pak e vështirë, se janë bukur shumë kuaj, janë të midnja. Nuk i kom sjell krejt për i shpijet, i kom do tjera atje poshtë, kuaj e gomorë, se gjdo kafsh i kom pasion për i fëmijërie, këtu i kom prunë vetëm 6 janë të mitë, po jenë mbledhë, jenë borë 17-18, se njerëzit po i binë, po bashkohen edhe këta jetojnë në komunitet së bashku. Në fund, ai po ashtu inkurajon që të zhvillohet mëtej rritja e kafshëve të lira në natyrë.